Fillimisht kërkoj që të mos këshpëtohet në lidhje me ratonën e mos prezencës e kolegëve, qoftë për arsye shëndetësore apo për arsye tjera. Në takimet e KZK-s, sepse nuk mos kanë të shikoj për mos prezencë, por nuk shprejnë shqetësinë si në Si që në bjeni, unë jam një nga kandidatët për kryesues të KZK-s. Dhe për mua nuk është fare rëndësishme se a do të zgjidhem apo jo kryesuesi i KZK-s. Por është shumë e rëndësishme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të zgjidhet kryesuesi i KZK-s. Nëse shikojmë në retrospektiv mënyrën e veprimit të KZK-s, rezulton se në këtë institucion nuk ka qenë e zakonshme dështimi takimeve në mungesë quorumi. Dhe besoj thellë që në të gjithë anëtarët e KZK-s kemi përgjegjësi për dështimin e takimeve dhe konkretisht për mos zgjedhjen e kryesuesit të KZK-s. Unë besoj që zgjedhja e kryesuesit duhet të jetë një aspekt thjesht ceremonial. Sepse KZK-ja është një organ kolegjial ku puna dhe proceset duhet të jenë transparente. Votimi duhet të jetë i lirë dhe demokratik, ndërsa të zgjedhërit duhet të jenë të legitimuar nga shumica e anëtarëve të KZK-s, të cilët sipas bindjes dhe vullnetit të lirë e të pandikuar të votojnë për një kandidat. Kjo nënkupton se procesi i zgjedhjes së kryesuesit varet kryesisht nga vota jonë, e cila duhet të jetë raportë, e lirë dhe pa kurzuar në shkrymin e procesit për avancimin e sistemit gjyqësor. Dhe njëkohësisht për të trajtuar çështjet e rëndësishme që janë në pyetje në këtë institucion. Sot nuk do të them asgjë të panjohur. Nëse zgjedhja e kryesuesit është një proces që i intereson jashtëzakonisht politikës dhe grupeve tjera të caktuara. Por ky nuk është cilë, dhe kjo nuk është pëngjes. Mirëpo, është do të jetë krejtësisht e panjohur, e paparë deri më tani, dhe e papranueshme, nëse ne, anëtarët e KZK-s, sinkronizojmë veprimet me struktura politike apo grupe të interesit, për të ndikuar jo vetëm në procesin e zgjedhjes së kryesuesit, por edhe në sigurimin dhe promovimin e pavarësisë së KZK-s të ekzistuar në përgjithësi. Por të qenë edhe më qartë, sinkronizimi i veprimeve me struktura politike, me grupe të interesit dhe persona të tjerë, ne kupton saktësisht dështimin e procesit të zgjedhjes së kryesuesit të KZK-s, por çdo tendencë për të influencuar anëtarët aktual të KZK-s. Çdo tendencë për të favorizuar për anëtarët e KZK-s dhe njëkohësisht çdo tendencë e presionin nga brenda apo jashtë sistemit mbi anëtarët e KZK-s. Fillimisht ndërni ta shpreh shqetësimin tim të madh për mungesën e quorumit me qëllim apo pa qëllim. Këtë e din vetëm anëtarët e cilët mungojnë në mbledhjet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Mirëpo dua të shpreh faktin që unë tani bëj 2 vite si anëtar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe nuk ka ndodhur asnjëherë që kemi mungesë të quorumit që 3 javë dhe të mos mundemi që ta mbajmë një mbledhje të Këshillit Gjyqësor. As më tepër, nuk kemi duke mund të mbajmë një mbledhje të rëndësishme për ta zgjedhur kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kjo do të jetë në interes ose jo interes i dikujt, por këtë e dimë se mili ata që mungojnë për mbledhjet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Çka është e rëndësishme të themi këtu publikisht në prezencën e mediave dhe të shoqërisë civile dhe të gjithë tjerëve të pranishëm, që secili anëtar i Këshillit Gjyqësor duhet ta ketë primare dhe duhet ta ketë në vëmendje që ka përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore që të jetë prezent në mbledhjet e Këshillit Gjyqësor. E aq më tepër në mbledhjen që ka për të zgjedhur kryesuesi i Këshillit Gjyqësor. Meqense kemi 2 kandidatë këtu që janë përballë meje dhe të dy këta kanë shpreh vullnet për të zgjedhur anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Njëri prej tyre duhet zgjedhet dhe ne duhet t'ja mundsojmë quorumin që ta njëri prej tyre të zgjedhet si kryesuesi i jashtëm i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Po ashtu,
dua të shpreh edhe shqetësimin tim që këto emaila që po na vijnë neve për mungesë në mbledhje të Këshillit Gjyqësor, pa parashikuar gjendjen shëndetësore, sepse unë nuk kam asnjë letër përpara të asnjë antari të Këshillit Gjyqësor që po mungon për një arsye shëndetësore, sepse unë si antari i Këshillit Gjyqësor nuk jam njoftuar nga emaila paraprake, sepse ka munguar antari paraprak. Vetëm është njoftuar zëvendës kryesuesja, mirëpo s'kam pa fare fakte që i njëjti ka munguar për një arsye shëndetësore. E dyta, te mungesa e antarit të dytë tani, prap nuk kemi dokumente shëndetësore, prap nuk e dini arsyen pse po mungon. Pa e parashikuar gjendjen shëndetësore të tij, dhe nëse është i semur, që unë besoj që është, ne i dëshirojmë sukses në përmirësimin e shëndetit të tij. Mirëpo ne si antar të Këshillit Gjyqësor, veçanëse kemi përgjegjësi kushtetuese, përgjegjësi për sistemin gjyqësor, përgjegjësi para publikut, përgjegjësi për shoqërinë civile, ne duhet t'ju japim llogari të gjithë këtyre. Pse po dështon zgjedhja e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, që 3 javë nuk po mundemi të mbajmë një mbledhje. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Secili antar i Këshillit Gjyqësor duhet të bëjë përgjegjësi, duhet ta di çfarë detyre ka marrë, duhet ta respektojë këtë detyrë, sepse nëse nuk e respekton, nuk kuptohet se çka nuk kupton. Mos respektimi i detyrës zyrtare nuk kuptohet se çka kupton. Dhe çka mund shtyn të mendoj kështu siç po them, është fakti që emaila për mbledhjen e sotme është dërguar me 8 prill, domethënë 5 ditë para se gjyqtari Faretbelia të mungojë në mbledhjen e sotme, me 8 prill është bërë kërkesa për të mbajtur mbledhje. Gjyqtari konkret Faretbelia ka prit 5 ditë për të na treguar neve 12 orë para takimit që unë nuk do të mund të marr pjesë sepse kam gjendje shëndetësore dhe jam jashtë vendit të Shërit. Na po e cekoj një herë, na i dëshirojmë sukses, jemi për të ndihmuar për gjendjen e tij shëndetësore. Mirë, po çështja është, ne duhet lindemi me fakte. Ai ka pas mundësi që 5 ditë nëse ka pas gjendjen e tij të na njoftojë me kohë, jo 12 orë para takimit. Domethënë, të mbajmë përgjegjësi për atë çka themi. Të mbajmë përgjegjësi për detyrën që kemi. Të mbajmë përgjegjësi për funksionin që kemi. Sepse kjo është shqetësuese. Domethënë nuk ka ndodhur asnjëherë deri më tani në Këshill Gjyqësor që të bëhet domethënë pamundësia e quorumit vetëm se dikujt mund t'i konvenoj apo jo. Atyre që ju konvenon, ne ta tregojmë pse po ju konvenon shtyrja e mbledhjeve. Ne ta tregojmë publikisht, po s'tregohen. Na jemi këtu. Nëse dikush tregohet, unë jam për t'i ndihmuar dikujt. Nëse dikush ka nevojë për ndihmën time, unë i ndihmoj ligjërisht dhe në bajtim me kushtetutën. Nëse dikush prej antarëve ka prit nga dikush, unë i premtoj publikisht këtu që në aspektin ligjor dhe kushtetutës do t'i ndihmoj dhe do t'i rrim brapa. Dhe kërkojmë nga ju zëvendës kryesuese që më njëherë të caktohet mbledhja e radhës nesër, pa vonesë. Publiku, shoqëria civile, aktorë ndërkombëtar kërkojnë nga ne të jemi funksional. Të mos bllokohemi si sistem gjyqësor. Autoriteti më i lartë i sistemit gjyqësor të mos ketë kryesues për shkak të mungesës quorumit, kjo është e palogjikshme, pa imagjinueshme dhe e pa kuptim nga publiku. Spari. Falem edhe pak. E po ashtu pajtona me disa fjalë që i tha dhe gjyqtari Rostem, për arsye se të dy kandidatët presin me marrë detyrën sa më shpejt që është e mundur. Tu i kemi 2 kandidatë. Këta presin me vullnetin më të madh, me marrë detyrën. Këta prej neve presin një avon detyrën. Nga sa më parë duhet një avon këtyre detyrën. Qoftë gjyqtari Bestek, qoftë gjyqtari Rostem. Ne të bëhet quorumi, ta zgjedhëm kryesuesin, të vazhdojmë tutje. Kërkoj, domethënë, me njëherë të caktohet sot prezencën e publikut, shoqërisë civile, me ta dinë edhe këta në mënyrë publike që nesër do të mbahet mbledhja me orën kaq, datën kaq për arsye se edhe këta i kemi lodh tu i zvarrit në për mbledhje sot po mbahet, nesër po mbahet. Kështu që edhe ne pajtona me kërkesën e gjyqtarit Rostem që mbledhja më njëherë duhet caktohet dhe nuk kemi nevojë për zvarritje.